jashtë edhe brenda, është ka vështirë. Unë mendoj që do duhet me pas një farë vullneti, hajde ta themi kështu, si kryeministër me adhon opozitës presidentin. Të hiqet vetë nga... Me adhon PDK-s, ma thjesht. PDK-ja, pastaj... Po nuk po e gjdore dhe nga propozimi vetëndosjes. Atëherë janë zgjedhjet. Çka po arrim? Kurgjë. Dhe me thonë, prapë shkojmë zgjedhje, qofse, edhe këtu ka kalkulime. Për shembull, edhe ky shkurëzimi që ndodhi me Vjosën. Vjosa mund të kurorëzohet me një, po them kushtimisht me një gjuhë pak. Qarsa për efekt. Po, mund të kurorëzohet me një subjekt tjetër. Mirë, po nëse është përmendur që do të rikthehet në LDK. Po nëse edhe nuk kurorëzohet, krijon një subjekt tri. Unë jam shumë i bindur që domin më të madh që do t'ia kushtoj vetëvendosja më shumë ti do të psoj. Edhe projekti i Republikës së Tretë atëherë ka më u prolongu, për shkak se kulaci i pushtetit ka mundo. Jam shumë i bindur sot me hi vetëvendosje kjo Vjosa me cilin do subjekt ose me një listë. Mas pakti, aja ka ende gjallë kapitalin e vetë politikë. A e dëmëton Albin Kurti, Vjosa Osmani? Une jam i bindën e dëmëton, jo vetëm Albinin, për kam i dëmëtu edhe LDK-n, sidomos, për shkak se origjina dhe backgroundi që e ka ndërtu karizma e Vjosës